Vetëm 5 minuta për të kuptuar. Pse protesta në Tiranë ka korrur tashmë një fitore dërmuese ndaj pushtetit korruptiv të Edi Ramës? Pse Zvornici tashmë është një projekt i vdekur që nuk do të ndërtohet kurrë dhe pse Edi Rama është kryeministri më i marrfundi i kontinentit evropian? Atëherë, protesta bëri atë që Edi Rama nuk e ka parë as në ëndrrën e tij më të frikshme. Ndërkombëtarizoi çështjen, alertoi të gjitha mediat me peshë në kontinentin evropian, por jo vetëm, deri në mediat e mëdha amerikane, duke e bërë këtë çështje një çështje botërore, sepse natyrisht në lojë nuk është vetëm Shqipëria e vogël, por është dhe familja e presidentit më të fuqishëm të botës, mund ta themi, presidentit Trump. Domethënë, kjo çështje tashmë nuk është më një çështje lokale shqiptare, por është një çështje e cila u ka shkuar si raport gjitha kancelarive europiane, ju ka shkuar në tryezë pa diskutim fare presidentit Trump dhe natyrisht politikanëve të rëndësishëm në Amerikë. Pse? Sepse në një çështje të dyshuar korruptive është përfshirë familja e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Domethënë, atë që ka bërë kjo protest, ne do ta shikojmë në një të ardhme shumë të afërt, sepse unë kam arsye të qëndësishme të besoj që familja presidenciale do të tërhiqet nga kjo aferë e dyshimt korruptive, ku duket që është përfshirë edhe mafia brenda. Domethënë, ka dy element, sepse ky projekt është tashmë i vdekur. Elementi i parë është ndërkombëtarizimi i çështjes, pra dhe protesta. Elementi i dytë, po jo më i parëndësishëm, është hetimi i strukturës posaçme antikorrupsion për falsifikim dokumentesh dhe për përfshirje të mafjes së tokave në këtë projekt, që bëhet fjalë për një personazh kontrovers nga Vlora, Artur Sheu, i cili është kapur dhe në Aruba me përgjime mes trafikantësh, por kjo është një çështje që nuk hyn bisedën tonë sot. Është një personazh me shumë drejtësie, i cili ka qenë trafikant në Vlorën e viteve 90, ka migruar në Amerikë, ka notuar midis trafikut dhe biznesit. Domethënë, herë quajmë biznesmen, herë quajmë trafikant, por duket se hetimet e strukturës posaçme antikorrupsion janë solide, ka përgjime, ka falsifikime, dhe natyrisht që familja presidenciale amerikane nuk do donte të ndotej, të përzihej në një lum të tillë shqiptar, ku e ka futur kryeministri i Republikës së Shqipërisë, cili tashmë donte të vinte vetullat, por sigurisht që ka nxjerrë syt dhe do ta gjej belaja me pushtetin e presidentit Trump, sepse ky njeri ka njollosur familjen presidenciale amerikane. Ky projekt është i marrfund edhe sepse dy vëllezërit nga Katari, të cilët do të hedhin 4 miliardë euro, të paktën kështu është thënë, në një projekt turizmi, natyrisht që nuk ka njerëz aq budallënj në këtë botë, aq më pak njerëz të cilët mund të investojnë miliarda euro apo miliarda dollar, të cilët hedhin paratë e tyre në një histori ku janë falsifikuar dokumente pronash dhe ku në lojë është prokuroria kundra krimit organizuar dhe korrupsionit. Në thënë, gjitha këto llogaritë bëra, ky projekt është i marrfund. Edi Rama, në vend që me anë të këtij projekti të fitonte simpatinë e shtëpisë bardhë dhe politikës jashtme amerikane, cilët dukshëm deri tani e kanë izoluar. Domethënë, Edi Rama që mbas rizgjedhjes jo vetëm nuk është uruar nga amerikanët për rizgjedhjen e tij si kryeministër i Shqipërisë, një herë e parë kjo në gjithë historinë pluraliste të Shqipërisë, që amerikanët nuk urojnë fituesin e zgjedhjeve. Pse? Sepse e dinë që ky i ka vjedhur zgjedhjet, domethënë kjo është shumë e qartë. Pra, për ta rezymuar, që të jemi brenda 5 minutave që ju premtova, kemi hetimin e SPAK-ut, kemi protestën që ndërkombëtarizoi çështjen, kemi zgjedhjet e midtermsit në Amerikë, të cilat mund t'i krijojnë probleme kosto-politike presidentit Trump me familjen e tij të përfshirë në një aferë kaq dyshim. Kemi pastaj edhe pritshmërinë e rezultatit të zgjedhjeve amerikane, ku pritet që demokratët fitojnë dhe të ngrihen komisione hetimore nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara për të hetuar aferat e familjes presidenciale. Por megjithatë, unë besoj që deri atëherë do të jetë vonë, sepse familja presidenciale do të jetë tërhequr ndërkohë dhe furia e mërisë do të bjerë mbi kryeministrin e korruptuar të Shqipërisë, i cili për të vënë vetullat e veta ka përlyer familjen më të fuqishme politike të botës sot.
Faleminderit për vëmendjen, ju përshëndes.